Zgjidh një lule dhe zbuloni anën e fshehtë të personalitetit tuaj. Zgjidh një lule që të pëlqen shumë. Pasi ta kesh bërë zgjedhjen tënde, gjej përshkrimi dhe mos u çudit nëse nuk dije gjë për veten. Lul kuqa. Je person i dashuruar me festat e zhurmshme dhe me shumë njerëz. Je njeri kreativ, të pëlqen të mësosh gjëra të reja dhe ke talent të shprehësh personalitetin tënd unik. Pra, kujtohu se lulkuqa prodhon opiumin e rrezikshëm dhe madje dekjeprurës. Iris. Lulja e risit është një ylber që simbolizon optimizmin. Njerëzit që të rriqen nga kjo lule janë tipa krijues, kanë fantazi të shfrenuara dhe imagjinat të çmendur. Mund të mërzitesh lehtë dhe madje dhe të harrosh premtimet që ke bërë. Pak rregull, do të ndihmoj të kursesh energjitë tua. Tulipani, je çmendurisht i dashuruar me udhëtimet dhe je gjithmonë në kërkim të një ndryshimi. Adaptohesh shumë shpejt, por në të njëjtën kohë je shumë i lidhur me familjen dhe miqt. Je njeri me perceptim të mirë, i kujdesshëm dhe me mirësi, por ndonjëherë mund të jesh arrogant. Trëndafili është i lidhur sigurisht me dashurinë, ndaj mund të thuhet se je person romantik, i dashur dhe apasionuar, por preferon të respektosh traditat dhe zakonet, madje edhe të një stili të vjetër. I kushton vëmendje estetikës dhe do gjithmonë të shohësh më të mirën tek të tjerët. Zambaku. Je njeri respektuar dhe dinjitoz sepse njerëzit të trajtojnë si një mentor. Je i dëmshur, i dashur dhe do gjithmonë të ndihmosh të tjerët. Ke shumë shije dhe vishesh me stil. Orkidea. Kjo lule është shumë delikate, ndaj tregon se jeni njeri i mirë dhe paqësor, i cili uren mosmarrveshjet dhe konfliktet. Ndonjëherë preferon të jesh vetëm dhe misterioz. Në periudhën viktoriane, kjo lule simbolizonte luksin dhe dashurinë. Violeta, kjo lule lidhet me pastërtinë dhe modestinë. Ju vlerësoni minimalizmin dhe thjeshtësinë, por në të njëjtën kohë vlerësoni për një shpirt të rrallë. Vlerësoheni për një shpirt të rrallë. Librat që shpjegojnë ëndrat zakonisht e interpretojnë këtë lule si rrugë drejt suksesit. Kamomili, nëse të pëlqen kjo bimë e vogël dhe e gjallë, me siguri je tip që buzëqesh gjithmonë dhe të pëlqen të kesh optimizëm dhe gëzim rreth vetes. Të pëlqen të shtysh aktivitetet për më vonë, të përfshihesh në festa dhe të rrethohesh nga shumë miq. Vlerësoni gjithashtu edhe aktivitetet në natyrë. Narcizi. Je njeri i dashur dhe përkëdhelës për të dashurit e tu, por njëkohësisht edhe shumë punëtor dhe ambicioz. Edhe në rastet kur je pa pikën e kreativitetit, ti di të bësh ballë detyrave dhe problemeve që jeta sjell. Lule dielli. Kjo është një lule shumë e madhe dhe e lëvizshme dhe ti ngjan me të dhe rrezaton lumturi dhe ngrohtësi. Vetëm prezenca jote mund të ndriçojë të gjithë dhomën. Di si ti ndihmosh të tjerët dhe të ndihmosh ata që kanë nevojë. Je një diell i ndritshëm, sjellshëm dhe energjik dhe valët pozitive që lëshon ndikojnë edhe tek të tjerët.